Gjendja e lumejve në Shqipëri vlerësohet të jetë alarmante. Në ditën ndërkombëtare të lumejve, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura shprehet se lumejt në vendin tonë janë kthyer në vend depozitimi të mbetjeve. Një pjesë janë ngërryer për materiale inerte dhe shumë prej tyre janë dëmtuar nga ndërtimi i hecave. Mendojmë që është një nga problemet shqetësuese sot për sot në Shqipëri. Lumejt janë kthyer jo vetëm në vend depozitimin e mbetjeve, po kanë pasur dy aspekte dëmtimi kryesor. Kanë qenë marrja e inerteve, por edhe ndërtimi i centraleve. Shpresojmë që me kalimin e kohës të rikthehet ajo traditë e mirë e mbrojtjes basenit lumej, cilët jo vetëm kanë vlerat e natyrës dhe biodiversitetit, por kanë dhe vlera shumë dha ekonomike për komunitetin, kryesisht për bujqësinë dhe për peshkimin, për zhvillimin e turizmit. Më të dëmtuar janë pjesa e Erzenit dhe Ishmit, që janë basenet që depërtojnë në pjesën ku kemi dhe popullatën më të madhe, Tiranë dhe Durrës, dhe kuptohet që dhe pjesa e mbetjeve është më e madhe. Shkatërrimi i lumejve ka sjellë çdo vit për mbytje të banesave dhe të tokave bujqësore. Natyra në një farë mënyrë po na kthen mbrapsht atë ndërhyrje jo të kontrolluar shumë që kemi bërë. Përmbytja kryesisht lidhet me ndërtimin e digave ose të dëmtimit të basenit lumor, pra shtatit lumit, i cili shton shpejtësinë, shton dhe efektet gryse dhe efektet që ato kanë. 14 marsi njihet si dita ndërkombëtare e veprimit për lumejt. Çdo vit mijëra njerëz në mbar botën ngrenë zërin për rëndësinë e mbrojtjes së tyre.